Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falja, kërkojmë lavdatat, bekimet e Allahut, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërru lëzër, do të vazhdojmë sot me lenin Allahut të mënduar dhe me disa porosi, këshilla, që shpresoj me lenin Allahut të mënduar të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes tonë, në ngritjen tonë dhe në përparimin gjitha ato fusha që Allahu xhallahu ala është i kënaqur dhe ka kërkuar prej neve. Patëm një fest të rëndësishme, festën e Kurban Bayramit, dhe ditë veçanta, ditë e Dhul-Hijjës, nësë Allah në madhuar se çdo aktivitet, çdo angazhim që e kemi bërë në këto ditë, Allah ta ketë pranuar dhe shumë fishuar me shpërblime, e pëlqimet eventuale nga si njerëz, gabimet, Allah na falë, na përmirësoft, e në dhash mundësi të reja që të shfrytëzojmë kohërat e tilla për të pasuruar në aspektin e vlerave, në aspektin e shpërblimit, dhe në tërë atë që na bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj ne i kthehemi prapë rrjedhave të ligjëratave tona të zakonshme dhe kemi filluar herët të flasim për një temë të madhe si në formë pyetjes, e që pastaj si përgjigje kanë disa tema. Çka na mungon? Shumë gjëra njeriut në dunjë i mungojnë. Kemi thënë se dunjaja asnjëherë nuk ofron krejt çka njeri kërkon. Pamundshëm është. Nuk ka njeri në dunjë që i ka krejt. Pamundshëm është. Edhe krejt mi pas, edhe pse po them e pamundshme, edhe krejt mi pas nuk e ka përjetësinë, ka me dek. Çka është ndoshta kryesore që njeriu t'ja bën edhe tjerat pastaj jo shumë interesante. Dhe dunja është vend i mangësive. Dunja është vend ku njëri s'po të rahat, nga se kështu Allah e ka krijuar. Mirë po ka disa gjëra që duhet me i pas njëri, dhe mungesa e tyre ja komplikon jetën. E ka disa që mirë me i pas, pa dhe pa to bëhet. Cilat në ato që na duhen dëshmërisht, kemi folë për to në disa gjumat kaluara. Nuk e filluar nga atje, dhe më thonë besimin Allahun e pejgamberin alayhis salam, vlera tjera që na duhen në dunja, na duhet falëndrimi ndaj Zotit, na duhet durimi, sabri, pa sabër nuk mund të jetosh. E çfarë kuptimi ka sabri? Në cilat fusha të jetës lihet sabri? Pastaj për edukatën, e llojet edukatës, e deri në fund për turpin kemi folë se edhe turpi para duhet, edhe para mungon, dhe mungesa e turpit ka sjell një lloj situate shumë të komplikuar në shoqëri, edhe të veseve të këqija, edhe të raporteve të ngarkuara mes njerëzve, mungesë respekti e shumë të tjera. Nga e që na mungon të ndërlozër është diçka që ndoshta mund t'i përmbledh krejt që kemi folë deri më tani. Për faktin se çka kemi folë deri më tani më tepër është e natyrës së rregullave, natyrës teorike. Ndërsa aja që mund t'i përmbledh gjitha këto është modeli i duhur. Çka na mungon? Na mungon një shembulltyr që na e shohim çysh duhet me qenë një njeri i duhur. Nuk po them që nuk ka fare shembuj. Ka elhamna njerëz të mirë, ka njerëz të durueshëm, të sjellshëm, të edukuar, ka njerëz që janë mirënjohës ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve, ka njerëz. Mirë po, nuk janë të mjaftueshëm. Andaj mungon. Nuk po them që nuk ka fare, po mungon. Mungon, do më thonë që njerëzit ta shohin këtë shembulltyr kudo që të sillen, në familje, në shkollë, në rrugë, në punë, e kudo qoftë. Allahu xhallahu ala të nderuar në Kur'an na ka folë për besimin, na ka folë për udhëzimin, na ka folë për punët e mira, na ka folë për shpërblimin për punë të mira. Allah na ka folë për punë të këqija, që duhet mu largu, si mu largu,
E çka ndodh nëse nuk largohemi nga punë të këqija, gjitha këto ka folë Allahu për to mirë, po krahas asaj ka folë edhe për shembujt. Çka ju ka ndodh atyne që e kanë ndjekë rrugën e Allahut? Qysh kanë qenë ata që kanë besuar në Allahun e mënduar? Edhe në anën tjetër, çka ju ka ndodh atyne që nuk kanë besuar në Allahun? Çka ju ka ndodh atyne që e kanë çuar rrugën e Allahut, xhalla xhelalu? Që njerë me marë yrnek, me pas shembull para veti, ja kjo rruga dhe kjo rruga. Njëri me pa, pi fillimi tiri në fund, se në cilën rrugë ai duhet të gjindet, ku duhet ai të rreshtohet, kë duhet me ndjek. Dhe kur bie fjala për shembullin, për modelin, edhe njerëzit më të kompletuar kanë nevojë për shembull. Për faktin se Muhamedi alayhi salatu wasalam na e dim dhe besojmë se është njëri më i kompletuar, është njëri më i ngritur, është njëri më i lavdruar tek Allahu i mënduar. Megjithatë, Allahu xhallahu ala i ka sjell shembuj nga jeta e pejgamberëve të kaluar që të marrë mësim. Për shembull, Allah i ka thonë: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul." Ti të regohu i druar shumë, dura, ashtu si kur druan pejgambert e përzidhur për ateje. Këna hullë për sabrin, po, e tash mësa që shbot sabrin nga njerës të duar, nga pejgambert, nga modeli, nga shëmbëltyra. Andaj pejgamberit më ka pas nevoj që të mërë shembullin, të shese nuk është i pari aj që ka të lashe, ka probleme, ka sprova, kam pas sprova njerës para ti, kam pas të lashe para ti. Nëse flasin keq për te, kanë folë keq edhe për Musën alayhissalam, për Isën alayhissalam, për Ibrahimin alayhissalam, me shembull, modeli. Megjithatë tha, fa bihudahu muqtadi. Kur përmani pejgambert me emra, tha, ndjekja udhëzimin e tyne, ndjekja rrugën e tyne, Muhammedit alayhi salatu wasallam. E çka të flasim për neve? Ne kemi nevojë edhe më tepër që të shërbejemi të ndërozur me shembull të duhur, me modelin e duhur. Në të kaluarën të ndërëzër, njerëzit gjithmonë kanë pasni për modele, sikur se përmena. Por, kjo çështja e shembullit, e modelit, ka qenë shumë ma e organizuar, ma e përnishme njët se sa sot. Pse? Për faktin se, e para, në gjdo familje, kryesisht, me përjashtimit caktuara, po kryesisht, shembull ka qenë krye familjari, koka e familjes. Aja ka udhëheq, edhe jenë rritë të tjerët në frymën e edukimit të ti me autoritet dhe me trashëgimi të traditave. Ndërhyrjet ka qenë të pakta. Do nëse dikush ka dosh me ndërhyj në edukim, vështirë ka pas, për shkak se ka qenë autoritetit dominant. Sot të ndërvëllëzër fatkeqësisht, tek shumica nuk është autoritet kryefamiljari, se ka babën shembull, se ka nonën model, shembull se ka. Ndërhyrjet janë të shumta. Sot fatkeqësisht ka mundësi me ndiku tek rinia jonë, tek fëmia jonë, dikush që është me mira kilometra larg, përmes telefonit, rrjeteve sociale. Fëmijën me ty të shtëpia, po dikon tjetër e ngon. Han bukë sofër me ty, ama dikon tjetër e njek. Flan njëjtën shtëpi me ty, njëjtin kulm, apo njëjtën gjuhë flet si ti. Mi po mësimet i merr në gjuhë tjetër, jo në gjuhën e nonës, jo në gjuhën e babës. Andaj krizë, problem. Për këtë kemi pa, edhe kemi filluar me pa fatkeqësisht deformime të formave të ndryshme në shoqërinë tonë që si kemi pas me çorëditje të përmasave shqetësuese në familjet tona, në rinin tonë. Në çdo aspekt, në çdo aspekt. Prandaj na mungon një model si kush duhet më bë. Kush është shembulli i vajzave tona? Vajzat tona, bija tona të ndërozur, kë e kanë shembull? A kanë shembull një grua devotshme besimtare që Kurani flet për to? Apo kanë shembull të tjera të çoroditura, të shturura, që promovojnë çdo antivlerë njerëzore? Dhe fatkeqësisht
figurat e tilla janë të pranishme, fuqishëm në jetën e rinisë tonë. Kënë ka shembull, kënë dan, kënë ngan. Sikush do më bëj në të ardhmen, pyeti, sikush ki qef më bëj, befasohesh. Sikush do më bëj. Andaj të ndërru vëllezër, pejgamberi më ka thonë një fjalë, sa është inkurajuese, është edhe shqetësuese. Ajo fjalë është shumë inkurajuese, shumë është përgëzim i madh, por është edhe kërcënim edhe shqetësim i madh. Cila është ajo fjalë? Një njëri ka ardhur te Muhamedi alayhi salatu wasalam, edhe i ka thonë, o dërguari i Allahut, unë në dunja me ty u kënaqa, po të shoh, po të ngaj, zemra po më fëlladit kur përri me ty. Mirë, po shpejt i këna mundo, deka ka më në da. Ti ki me shku në xhenet, të shpejt të mdoja, unë kush e di ku jam unë. Andaj po qaj për ndarjen, për piklimin, që realisht e di që në përjetësin nuk këna me konë, sigur se në dunjavë. I ka thonë pejgamberi alayhi sallam, e ti, qka ke pregadi, qka ke boti për, qka bën ti? Ka thonë, unë s'kam shumë për punëve, si që shkite, e që shka e Bubekri, s'kam shumë unë, një rëndamët, ama unë e du Allahun e pejgamberin, i du shumë. Do në du me konë si ti, po s'mëj me konë, ama du me konë si ti. Në kuptim, po komentaj që ka thonaj. E këtu ka thonë pejgamberin një fjallë të madhe që, po për këtë njeri, edhe të ngjashëm me këtë njeri është shumë fjallë inkurajuse, për gëzim i madhe është, por edhe për tjerët është kërcëtim i madhe. Tha pejgamberi s.a.s. Ente me amen ahbebt. Kime konë me ata që i dënë, s'ka me da Allahu Azza wa Jall. Kime konë me ata që i dënë. E transmetuesi i hadithit Enes ibn Malik thot, jena gëzu për si të fjalë shumë. Kur ka thonë pejgamberi kime konë me ata që i dënë, shumë e na gëzu. Nga se ne dojmë Allahun e pejgamberin, e dojmë Abubekrin e Omerin, e mos mushim me punë me nxonë, dhe është Allah me dashnimin e bashku me ta. Dashnia punë e madhe të nëzë. E dënë shumë. E ti ki me konë me ata që e dënë. Ti e ke dasht pejgamberin, ti e ke dasht Ebu Bekrin, ti e ke dasht imam Ebu Hanifën, ti e ke dasht filan djetarën, i ke dasht. E ke dasht imam Ahmedin, imam Shafiun, djetarë të mdhaj. I ke dasht edhe njerëzit e venit tënë, hoxalarët, devashmit, i ke dasht. Po nështë s'ke mujt me ta, me e të u gjatë. S'ke mujt me konë si ata. Përgzimi edhe ngushtimi është se ka me të bo Allah me ta. Nga se i ke dasht, sinqeresht i ke dasht, pa hile i ke dasht. Mirë, nëse kalëm tash në anën tjetër, të pjesa tjetër e shoqërisë, me i pytë, kanë e dënë ti? Si kush ki qef mu bëmë? Ta përmen një figurë katastrofa. Një figurë që nuk përfaqëson asë një vlerë njerëzore, asë nuk përfaqëson dije, asë nuk përfaqëson vlerë, asë nuk përfaqëson njerëzillak, përfaqëson shfrenim, përfaqëson epsh. Thot, që shtu me mujtë me arritë që kjo. E paradash mi thonë këti, ki me konë me ato që e danë. E ku ka me konë që ki njeri? Dijet ka me konë. Ata që përhapin fesad në tokë, ndërlozër. Ata që përhapin paturpsi, ata që përhapin amoralitet, ata që përhapin punëtëqia e rëzillëqe në shoshni, ku e kanë vendë ata? Dijet Allah. Nëse nuk pendohen, nëse nuk përhapin të mirën vend keqës, dënimi Allahut është vendi tyne. Allah në ruaj. Nga se kush ka punu me përmirësu shoshnin, Allah ka me ngrit. E kush ka punu me shkatru familjen e shoshnin, Zoti ka me përshtnu. E ka me dënu në dunja në ahiret. Është paramena për shembull të ndëllozër një figurë që promovon amoralitetin, promovon tradhtim bashkëshortore, promovon hajnin, promovon drogën, bigjozin, i promovon thret njerëz që shtu më bo. Edhe ka ndjekës shumë, ka pare shumë, ka shumë shikoshmëri.
edhe i gjenë nga mesi i muslimatët që shtu me mujtë si që kjo mu bo, kur që ma shumë zdu, që ishme si që kjo. E që ka bo kjo? Që ka mri kjo? Dë parin ka bo, që ka bën me ato pare? Nuk është kejtë dunjajet e pare të vëznijam. Nuk është kejtë të fama, nuk është kejtë të argtimi. Jënë dë vlera, jënë dë baza njerëzore që në që ato duhet njëri musil, pastaj me dalë për i tyne, e me fitu, po me vlerë, me faqe bardhësi. Përndaj, kush është modeli jonë sot? Në në tjetët të ndërëzër, kush po i ofrohet si model? Shikoni mjetet e informimit, shikoni rrjetet sociale, shikoni portalet, fatkeqësisht. Kush promovohet? A promovohet një figurë e ndritshme? A promovohen vlerat familjare? Apo çka promovohet? Pra jemi në krizë për model, jemi në krizë për shembull. Në anën tjetër, edhe në aspektin familjar, fatkeqësisht, plot nga prindrit nuk janë shembull i mirë për fëmijët e tyre. Fëmija mëson me gënjy pi babës e pi nonës, fatkeqësisht. Mëson me mashtru pi babës e pi nonës. Madje vajza mësohet që në moshë të hershme me inkurajim, fatkeqësisht po them, me inkurajim e shtytje nga prindi që të mësohet e të del e zhveshur në rruga pëtë. Kush e ka mësuar ashtu? Në shtëpi e mësojnë që me dalë në moshë të hershme në vende ku s'ka moral aty, në vende ku s'ka besim aty, në vende ku s'ka dija aty, me shku del, knaqë sa je re, knaqë sa je i ri, e qysh knaqë? Knaqë me faqe zilëk e punë këqia kështë më radhë. Ndaj të ndërozër, nëse ka dështu edhe prindi me konë model për fëmijën e ti, ku e gjënë fëmiju të njëtë model? Kërë që ndërozër, nuk po them situata është e zezë, e zëmët, nërga saj, por a jemi në krizë. Po, krizë është. është krizë me gjithë, ne dikon që, thush, u bëfë që kjo. Problem është, dhe të ndërozër, na mungon modeli, na mungon shembulltyra. Pra e duhet të flasim për modelin e për shembulltyrën më tepër. Unë sot desha me vojsh një hyrje në këtë temë, pastaj në të ardhmë me fole praktikisht për të shembuj, ja ç'është duhet më bë. Kështu ç'është besohet në Allahun, kështu ç'është bëhet sabri. Për shkak se të ndërlozër, njeriu nga natyra e tij është i prirur me ndjek dikon. Çfarë të ka njëri? Natyrshmëri e ka. Njerëz ndikon nga njëri tjetër, ndikon patjetër. A ke pa për shembull fëmia jot, nëse rrin në shoqni 3-4 vete që flasin me dialekt shqiptar, po dialekt në vendin tjetër, ai fol si ata. Si mu rrit me ta? A u rrit në këtë një dialekt tjetër? Pse? Ndikohet me dialekt, mos flas me punë tjera, ndikohet. Njeriu është krijesë që edhe ndikon, edhe ndikohet. E tash varet kush sa ma shumë jep, apo ma shumë merr. Kështu që duhet me garantu një ambient të shëndetshëm të marrjes, një adresë të duhur të orientimit, të kthimit në jetën tonë, si kush duhesh mu bë. Kush është shembulli yt kur ki pasuni, si kush duhesh mu bë. Kur s'ki, si kush duhesh mu bë. Kur ki shnet, si kush duhet mu bë. Kur je smut, si kush duhet mu bë. Për çdo situatë ka shembuj, ka modele që duhet t'i ndjekim, të frymëzohemi, të inkurajohemi në bazë të asaj që ata kanë bërë. Që atë Allahu xhallahu ala kur dunjon se kalon pa njerëz të mirë. Dikur ka pas më shumë, dikur s'më ka pas më pak, po ka pas njerëz të mirë. Andaj njëri ndikohet. Kjo është e para. E dyta të ndonjë që e tregon rëndësinë e kësaj teme është se njeriu kur e ka shembull e duhur mëson qysh me e zbatuni një vlerë në jetën e përditshme. Për shembull, na e dim se durimi është i mirë, apo na e dim se bujaria është e mirë. Po çuçi bjen bash tamam nuk po dim. Vjen shembulli, qyre që shto që shbohet sabër. Don shembullit mëson. Shembullit të udhëzon qysh me praktiku atë që e din qysh duhet. Për të Allah ka qenë pejgamber. Shikoni për shembull të ndërozë. Në Kur'an kemi
udhëzime për me falë namazin. Ka regula që flasin për namazin, në kuptim të obligueshmërisë. Mirë po, qysh falet namazi, nuk ka në Kur'an. Nëse do më u falë ti, namazin me e falë, si pas asaj që fletë Kur'ani, nuk i me ditë më falë. Pse? Kur'ani fjallë Allahot. Ja, Kur'ani fletë për namazin që është obligim i rëndësishëm, shpërblimi, denimi që lidhë me namazin. Forma e namazit, praktike e namazit, qysh më falë, ku e gjemë? Te Muhamedi alayhi sallam. Nga sa i tha, sallu kema ra'aytumuni usalli. Faluni çish më keni pa mu duke u fal. Ne e patëm haxhin, haxhit e krytën haxhin. Pak ditë fillojnë tash më kthyn vendet tyre. Allah ja pranon haxhin e na mundsot edhe neve me shkuar me kry obligimet e haxhit. Pejgamberi kur apo haxh ka thonë, haxhin e kin Kur'an, po ju i spjeguat dhe në detale. E ka thonë pejgamberi, khudhu anni manasikakum. Qysh bëhet haxhi më në pemë, qyri qysh bëhet haxhi, qysh bëhet tavafi, qyri një mirë. Po unë jam shembull i kësaj. Ju në Kur'an e gjeni që duhet me bëj haxh, në Kur'an e gjeni se është shtyllë e Islamit haxhi, mi po qysh bëhet haxhi ku e gjejmë? Te Muhamedi alayhi sallam. Dhe kush don me rënë sunetin e pejgamberit, me thonë na mjafton Kur'ani. Kjo është devijant, i devijum. Edhe do mi deviju musliman. Qysh bën haxh ti? Qysh jep zakati? Qysh falesh ti? Nëse se ki sunetin e pejgamberit para vete, qysh falesh? Dietarët na ka mësuar, gjithmonë xhallat na ka mësuar. Kur'ani edhe suneti. Fjala e Allahut edhe mësimet e pejgamberit. Tash dalin do thonë balla Kur'ani. Ç'më ball? Po s'mund me kom ballë, Kur'ani nuk t'i jep këtë mësimet, detajet e praktikave nuk t'i jep, për shkak se pejgamberi ka ardhur model, Kur'ani e baza, t'jep udhëzimet e përgjithshme, ndërsa detajet dhe zbatimin në praktik e gjejmë ku? Te Muhamedi alayhi sallam. Andaj sahabët e kanë përcjell këtë, çtu ka hongër, çtu ka pi, çtu hajke, çtu pike, çtu rrike, këtë e kanë përcjell, pse? Pse kanë pas shembull, e kanë ndjek mirë. Çdo detaj nga jeta e pejgamberit është transmetuar, gjithçka e përcjellur me besnikëri të plot, me standardet më të larta të transmetimit, me besueshmëri të plot, pa rezervë. Po kjo është shkencë veti, kjo është shkencë veti. Transmetimet të haditheve, në qendje fjalë, vepra e pejgamberit, me ardhmë deri natë në vëllezër, janë ndërtuar me 10 shkenca. S'po thëmë një uri, shkenca ka. Një shkencë është detin veti, që djetarët i kanë ndërtu këto shkenca për me garantu për cilje të sigurt, besnike të modelit, nga jeta e pejgamberit në kohën tonë, deri në gjykimit apo. E me shpërfil këtë angazhim të djetarëve, këtë përpjekje shekullore, gjithë këtë kënari që kemi sot para vete, duke e gëzu modelin e pejgamberit, më që me thonë, na mjafton Kur'ani, kjo është pa dyshim huqje nga matnuat, e rrezikshme sa të thush. Prandaj, neve na duhet sunet e pejgamberit, na duhet hadithi, pse na duhet shembulli. Ato e kemi shembull. Dhe Allahu xhallahu tha në Kur'an me këtë me përfundu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jo, kush jo? Unë ti, aj, ata, ato, krejt, dhe në gjykimit. Shambullin më të mirë, mostrën, modelin, më të mirë për juve e keni kanë Muhammedin a.s. Allah tha kështu. E Allah po të keni model, e na qohë me lype me thëmë, po s'ka ka modeli, ka hupë. E a banë kjo punë kështu? Po s'banë azi, nuk banë. Se Allah e ka rujt modelin, Allah xhallahu ala, që na me pas mundësi me ndje këtë model të ndi gjykimit. Mandaj na mungon modeli, duhet ta gjej modelin. Aja është, po na e kena hupë, e duhet me gjetë atë model. Për vetën tonë, për familjet tona, për gratë, bija tona, për djemë tonë, për gjenerat e arshme,
të gjejmë modelin e duhur, t'ua prezentojmë të themi se qështu duhet më bo, qështu duhet me njek, qështu kërbosh, e ke arritë suksesin. Ndërsa ndryshe, me i pasë edhe majtet kodrave të mbusha me pasuri, s'krim punë, për shkak se esencë dhe bazën e njerit e ke rënu Allah në ruajt, e që është besimi dhe vlerat që njeriu në ngritin e shkallët e duhura të asaj që Allah e ka ngrit. Allah na mundsof që të shërbejmë me shembujt e duhur dhe të jemi edhe në shembull e model i duhur për fëmijët tanë, për gjenerat e ardhshme, në besim, në dashuri, në respekt, në kontribut, në sakrificë dhe në gjitha ato vlera që Islami na ka mësuar dhe tradicionalisht i kena trashëguar edhe nga të parët tanë, ku na ka mësuar edhe çysh mu gëzu, po edhe çysh mu mërzit, edhe çysh mu dashur, çysh mu ndihmu, gjitha ato që i kemi të pasura libra tona me këto udhëzime, por don dikush me i qel, e don dikush me i jetësunit e përdeshme, na bëftë Allah për tyne. Me kaq për këtë pjesë, Allah është më bleft, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.